Inertët hidhen në përrojën e vrakës, ndërsa mbeturinat digjen. Siç e tregojnë edhe filmimet e realizuara paraditën e së hënës te kura hekur udhore mbi përrojën e vrakës, kufiri administrativ ndarës i Shkodrës me malsinë e madhe, ndotja është prezente si në aspektin e inerteve, ashtu edhe të mbeturinave. Kjo përbën një situatë shqetësuese edhe për faktin se uji i përrojit të vrakës është i ëmbël, pra i pishëm dhe me cilësi të veçantë, pasi buron nga thellësitë e maleve si Maranaj dhe bjeshkët e Dugazhinit për të përfunduar në liçenin e Shkodrës. Banorët e zonës e njohin mirë cilësinë e këtij uji dhe theksojnë se është e papranueshme që ai të ndodhet gjatë rrugës. Megjithatë, kjo ndodh edhe për shkak të mungesës së interesit nga ana e organeve kompetente shtetërore për mbrojtjen e mjedisit. Në dy kanë në kazanat, ku kanë me çukta. Një ashtu vinë i djegu, në i heku, në heri marrë, në heri lanë. Su bje kush mrapa, edhe detyrohen atër me i djegë, me i shtyje, me i heke. Sa marrën e t'i lanë, dhe mushën 10 kazana një aty, një bronshin malë gënu, su bje kush mrapa. Detyrohen atër edhe i djegu në mileti. Në ndëm shnetit. Kazanat janë, me i djegë, i herë i djegu një aty, i herë siesin edhe aty prap një aty me të rina që në përshke. Për mirë me shqit nuk është, një atë me të një grushë. Faktikisht edhe caktimi i vendit të kontenjerëve për hedhjen e mbeturinave kaq pranë brigjive të përrojit të vrakës është i papranueshëm. Bashkia e Malësisë së Madhe në këtë rast ka detyrimin të ndërhyjë sa më parë për të gjetur një vend tjetër për kontenjerët larg brigjeve të këtij përroji dhe të parandalojë kështu ndotjen e ujit të ëmbël të përrojit të vrakës. Në muajin nëntor të vitit të kaluar, Bordi Rajonal i Kullimit ndërhyri dhe sistemoi përrojin e vrakës në gjithë gjatësinë e tij, punë që pritej prej mbi 30 vitesh. Por kjo ndërhyrje do të shkojë kot nëse do të vazhdojë hedhja e inerteve dhe mbeturinave në brigjet e këtij përroji.